në vetëm sport, me emocionet e botrorit dhe ndeshje me të vërtet shumë emocionuese. Emocione të mëdha të botrorit dhe ajo që ka na dha ky botror me tani një finale të madhe për të luajtur. Mirëmbrëma Ruggero, po shumë se e shoh nga toni i zërit që Mirëmbrëma. Gjendja nuk është gjendje. Ju kërkojmë ndjes për zërin, do mundohemi të flasim aq sa mundemi. Do ta besin shkollë sa herë të dorën do flas. Bëj bashkim. Aq sa të mundemi. Vazhdojmë me falenderimin për sponsorin ton general. Falenderojmë Vodafone, rrjetin kampion, i certifikuar sërish edhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vazhdojmë me diskutimet për ndeshjet. Tani me një Angli-Argentinë 1-2. Gordon për Anglin, Enzo Fernandez dhe Lautaro Martinez. Super gol. Si e peti Geri flitet, si e peti Geri. Këtë ndeshje ka qenë një nga ndeshjet më emocionuese për mua të botrorit, le të them. Për mua më ka pëlqyer jashtëmase ajo, le të them, gladiatore e Argentinës, ndeshje gladiatore, ndeshje nuk e di si mund t'i gjej një përshkrim më të bukur se si funksiononte në organizëm Argentina dhe një bashkëpunim mes futbollistësh në një mënyrë që nuk mund t'i jap dot një përshkrim. Me të vërtet një ekip i mbledhur, një ekip shumë i mirë për të dhënë dhe për të shku me një qëllim të madh për të shku në finalen e madhe. Për mua Argentina ka bërë dje një nga lojrat për mua më e mira botrorit në këndvështrimin tim. Ka bërë me të vërtet një ekip i mbledhur, me një ekip me shumë shpresë edhe për finalen. Tani po le të shohim emocionet e dohen akoma më të mëdha, po unë vlet dhe vlerësoj vetë nisi ndeshja me një dhunë të madhe nga të dyja ekipet, dhunë sportive, dhunë shumë që ta jep edhe imazhin për krejt ndeshjen që ndeshja do ishte luftuar deri në fund. Nuk pash këto në rrjetet sociale, nuk pash shumë nga këto që komentojnë ato komentuesit që flisnin me jo po Infantino. Nuk ka është qetësi. Po sigur s'pash. Janë qef poshtë as tjerave tash. Edhe kur dalin, po ora me ditën e finalit. Po, sa. Jo, shika. Dhe unë me këto komentet e është marrë më shumë profesore, si i them unë, është marrë shumë dhe i ka ik toni zonin të humor me këto përveç Argentinës. Unë kam vetëm një fjalë, nuk e di pse ku do kapeni për ndeshjen Angli-Argentinë. Cili do ishte momenti më krucial për ju, se aq e gjetë edhe një arsye, ku bërë pasimi shkurtër mes Mesit dhe Enzos, në mos gabofsha, te krosi që tha Messi për të Enzo, te goli i parë, domethënë, ishte në këndvështrimin e tyre ishte offside, domethënë, te topi dobe pas, domethënë. Okej, po kjo është një pjesë tjetër për të. I thashëm, keni drejt. Tash i thamë, keni drejt. Se kena gjeti zgjidhje të pak dhe me këto sa nuk e di domethënë. Nuk ishte Infantino dje, nuk ishte në lojë dje. Nese. Unë me dorë, ta bëjmë lejen? Tash them dy fjalë sa mundem për ndeshjen. Para ndeshjes, ose një ditë ose 2 ditë para, domethënë e pritja me shumë emocion dhe me pak shpresa. Duke ditë si kishte ardhur Anglia deri aty dhe duke ditë si kishte ardhur Argentina, jo me lojë bindse. Dhe peshori anonte shumë nga Anglia dhe e kisha frikë si ndeshje, domethënë i jepsha pak shansa Argentinës ndaj Anglisë. Por pastaj pati disa momente që fillova të lëkundem për këtë bindje. Momenti i parë ishte kur dëgjova deklarat, nuk e di tash se duhet googloj se harrova emrin se kemi dëgjuar shumë gjëra të një anglizi, më duket se ishte ish futbollist, nëse e ke dëgjuar. Po. Bëhet fjalë për Roy Keane në mos gaboj. Nuk kujtohet tash që dy gjeneralë që bëjnë podcaste që Mesin do ta vënë në gjumë. Po. Dhe sa e dëgjova këtë, unë si tifoz i Argentinës që e njoh me rrënja dhe mball ekipin tim, thash okay, shumë mirë, kjo na duhet. Na duhet sepse ne po na ngacmove ke punë tjera.
Kjo ishte indicje parë, po jo kryesorja. Që do thot deri në momentin para se të fillonte nesha, thash isha me ato dyshimet e mia, me atë shpresën e pakët. Por që ndodhi gjë që e kanë patë gjithë, besoj, po unë si tifoz për shumë vitesh të Argentinës duke njoft, arrita ta ndij për herë. Në momentin që po këndoj himni Argentinës, sa fillun tifozët e Anglisë duke fishkëllu himnin e Argentinës, aty i thash tifozët e Anglisë me i shpirt shumë pasër i thash faleminderit tash. Pse? Se me atë fishkëllimën që i bën himnit të Argentinës, po të shikonit pastaj gjithë lojtarët e Argentinës, kur fillun duke këndu himnin, ai që i ka pa me vëmendje do e kapte shumë lehtë dallimin me himnin që kanë kënduar në përneshet e tjera. Çfarë do thot kjo? Që kamera që në fillim ke Messi kur shkoi që ishte i pari, Messi po këndonte dhe po i dilin rrylat. Që zakonisht Messi kur këndoi himnin, knosi me qenë mbesa ime vogël për shkakun, tha është natyrë e butë e urtë. Aty po i dilin rrylat. Dhe po kamera po kalonte ke gjithë lojtarët, kur mbriti ke Lisandro Martinez. Lisandro Martinez nuk e di, i kishte qetë gjithë organet, i kishin arë në fyt duke kënu. Dhe nga gjendja ekstaz që ishte, siç përqafohen kështu lojtarët, këto që po ju shpjegoj mund t'i shikonin nëpër rrjeta pastaj. Kishte kap dy shokët e vet, siç kapën lojtarët, dhe nga grinta që po këndonte, gati sa s'po ja griste bluzët atyre kështu. Dhe unë këto detaj pa shumë mirë. Nga aty kaloi ke lojtarët e tjerë që ishin poshtë super karikum, kaloi kamera dhe ke Scaloni, edhe Scalonit po i dilnin rrylat e fytit, domethënë duke kënu me shumë nervat e himnin kundrejt atyre fishkëllimave. Dhe të siguroj, të garantoj, domethënë ose të më besosh Giri që në atë qast thash me vete, mu bo zemra kaq, thash, kjo neshje nuk ka shans të humbet tash. Vetëm nga kjo fillimi ke himni dhe thash këto çunat që do luajnë tani në fush, o do vdesin, o do fitojnë. Dhe aty nuk kisha më dyshim fare për kjo neshje, se thash deri para neshjes i jepsha shumë kredit Anglisë dhe shumë pak Argentinës. Po duke pa gjithë atë skenë që të shpjegova, duke ditë edhe rivalitetin Malvives e tjerë, domethënë ajo ishte siç ta pata përshkruar edhe episodin e kaluar që ishte i ndeshje për te i futbollit. Dhe ky fillim i ndeshjes më bëri të besoj që kjo ndeshje nuk humbet kurrë. Pastaj mund të na flasësh edhe ti çik për ndeshjen, mund të flas unë. Kjo ishte fillimi ato çfarë më bën që të besoj që kjo ndeshje fitohet. Shiko, unë qa pash nga ndeshje, ta thash, çunat kishin hyrë më tepër si gladiatorë, ajo që dhanë për ndeshjen. Ka bërë një ndeshje unë se kisha pa Argentina. U bëra dhe gjithë botrorin që e ndjek, nuk e kisha pa kur Argentina në atë lloj formati, me aq setër dhe aq disiplinë të madhe, po unë e di shumë mirë pjesën e anglezëve, dihet që nuk e kanë atë sedrën e madhe, le të them, kur vinë në ndeshje specifike, kur vinë ke ndeshje decisive dhe kur vinë pranë finales, i bie ajo sedrë. Ne dim shumë mirë se si funksionon Anglia, i bie rendimenti, i bie në gjunjët, nuk kanë më gjunjë, rrëzohen, përplasen, nuk ndjejnë më pas si gjë. Frika ime vetëm ishte kur shënonem para Anglia. Aty kisha një çik hije dyshimi, kisha shumë frikë se duke marrë dhe parasysh, duke marrë shkas që kanë trajner gjerman, euforia, loja do ishte më me një, ku dy do, thash mendova të do dalin gjithë në sulm tani dhe për tentu dhe gol 2, 3, 4, po s'kishte më mendimi i një tifozit friksuar, le të themi, po pash pastaj që Argentina doli jashtë mbrojtjes, jashtë e shifje në çdo lloj cepit fushe, ku nuk di më si ta shpreh pastaj se si rrodhet në ato ngjarjet e ndeshjes pastaj. Për sa i përket golit parë të Anglisë që the ti, që u bë pjesë në dytë, unë nuk është se pa tani 15 të madh. Sigurisht si tifoz mërzitje madhe sepse psu një gol, po që ai që ka pa neshe me vëmendje, ka pa shumë mirë që sa Rabil Bili pjesën e dytë të neshjes,
Argentina u fut me agresivitet shumë të madh për të shënuar. Dhe në këto minuta agresiviteti psoi dhe golin. Dhe kjo ishte e që mbajti në atë idenë që prit se kjo ndeshje do zgjidhet. Sepse Argentina nuk është se reagoi vetëm pasi psoi golin. Ishte gjithmonë aty për të luajtur në çdo luftim, në çdo top. Më pëlqeu shumë edhe Simeone, pjesën e parë, me një pressing shumë të frikshëm, domethënë e shifshe kudo që ishte topi, ai ishte aty, domethënë a thu se i kishe thonë tash Scaloni që do të lush kombëtare, valla, kjo është ndeshja e jetës tënde. Shkoi i pjetëm aty. Dhe ai atë bëri, domethënë nuk la këmbë anglezi pa gjuhë nga mbrapa. Domethënë ishte i luftëtar i papam që për ne ishte i plus i madh sepse i rritëm shumë presionin anglez. Pastaj ke goli i barazimit erdhi shumë natyrshëm si rezultati presioni shumë të madh, shtyllave, rasteve. Domethënë ti rikthehemi asajt himnit aty. Po mos kisha patë himnin, dhe po të kisha pa këto raste, do thësha kjo është ka ato ndeshje që nuk të do fati dhe do rifesh. Po unë kisha në sy gjithkohën në atë himnin e kënume nga letarët, edhe isha i bind që ndeshja nuk mbarote kur 1-0 për anglezët, po kur. Dhe Anglia i dha teren Argentinës, ka shumë rryma, ose gazetar, ose opinionist, do në gjithse kushim në drejt vete, pa paraqyku njeri që ca than ishte gabimi i Tuchel, Qiteroqi, po unë jam edhe nga kjo pjesa tjetër që shpesher shkon e natyrshme të reqa, ta dikton me dhunë edhe kundërshtari, se nuk është se ne s'po luishim edhe ajde tha po vi mrapa. Do më ne po lunim para se të shënohet Anglia gol. Me shënimin e golit Argentina e rriti shumë presionin dhe kishte pa mundur Anglia të dilte jashtë. Do më thënë, kjo e të roqi Tuchel apo e shtu Argentina, kjo është i diskutim për të bojë gjatë. Po që unë jam ke ky opinioni tjetër, ka tjerë që janë ke opinioni tjetër, do më është i debati këndshëm sportiv për të bojë. Po jo këtu unë jam këtë rast të shi. Dhe atë mesin që dhe vejnë gjumë si që meneshen me Egyptin, u spostu nga krau djath dhe gjithë ajo garnizoni anglez e kishte sy të knej, do mos do, dhe Messi sa herë kap të topin u bote i rrezikshëm dhe duke ardh Messi me 1-2 lëvizje, domethënë ke lëvizja 2 gjithë e dinin që ky do marri tash i kraun, do i bi portës edhe u shpuçin përveç 2 dublantë dhe u shpus edhe litari 3 për ta mbyll. Dhe kjo e bëri Anglinë që të dali jashtë skematikave strikte të mbrojtjes ose të qendrës mbrojtjes, sepse Messi bëri besin krah. Dhe duke i tërheqë gjithë të dyja rastet, një Fernandez i pari që e tentoi edhe 2 herë tjera goditjen, po që për këtë rast shënoi dhe u mundu Anglia duke mbulu Messin linda hapësira tjera. Pastaj ke goli dytë, Messi bëri prap Messin që ato prap nuk e kuptojnë dot Messin. Të mundohen sa të den, sepse këtë radhë i ndroi variant nuk doli Majtas ose për të dhënë asist Majtas, por i doli këtej nga koma keqe e vetë. E keqe i thënshën, sepse i dhaj çokollatë Lautaro Martinez për të bëu golin, domethënë ishte edhe i dyblum ke krosi, gjithsesi e arriti deri në fundore, e krosoi. Lautaro El Toro ishte me kokë aty në vendin e dur, momentin e dur. Aty pastaj nuk më mend më nga neshe Giri. Di që kishte minuta shtesë, di që duket i kalun edhe minutat, po overall nuk e mbaj mend gjithë pasi se më bë shumë tym, shumë e turbut pamja nga lotët ndoshta. Dhe ishte i neshe gladiatorësh, edhe Argentina
më rikonfirmon për të gjithmonë, jo të dytën, tretën, të pestën, që Argentina, jo se jam unë tifoz i Argentinës, këtë jam i bind që mund të thonë dhe shumë tifoz tjerë që janë me Argentinën, është e vetë nga kombëtare që lu me shpirt për fanellën dhe për kombin e vetë. Si luajnë Argentinasit, nuk ka rëndësi fitojnë apo rrifen, apo barazojnë, për pos rezultatit, ato janë njerëz që hidhen në flak kur është për të luajtur për kombin. Këtë e kam bindje dhe besoj e din dhe shumë tjerë dhe kundërshtarë të Argentinës, me shumë respekt, po që nuk ka kombëtare që të luajë me grintën edhe me shpirtin që japin atë në fushë për kombin. Kjo është një dhe nuk e lut topin. Mbi të gjitha nuk kemë, pse të thush se ndeshjes nuk kemë nga tenisës, se ndeshja ka qenë ndeshja perfekte e Argentinës, siç e the dhe shprehë. Me pak zë, po që i dhe zë shumë të madh, asaj big match që ka qenë dje të Argentinës, siç e the edhe ti, ato luajnë kaq shumë për kombin e vet dhe dashurinë kaq shumë idhen në zjarr për kombin e vet, kështu që tani le të presim finalen e madhe me Spanjën për të diskutuar edhe për ndeshjen tjetër, të luajtur bashkë me Angli-Argentinë, France-Spanjë 0-2, Oyarzabal dhe Pedro Porro. Për Spanjën, në favor. Franca me Spanjën ishte e ditë para Argentinës dhe them drejtën e shijova shumë, sepse ndryshe nga Argentina nuk është se i shijoj shumë ndeshjet e Argentinës në sensin emocional, sepse jam shumë i përfshirë, kurse ajo ishte i ndeshje që për mua nuk kishte rëndësi kush do dilte, pse mund thonja po jo të Argentinës kishit frikë Francën, ose jo, nuk kisha frikë. Më thojë as Francën, as Spanjën, për të thonë që dali kjo se jo. Jo se isha i sigur që gjoni i rafin, mund të na rafin të dyja, po që do të thotë nuk është se do zgjidhja një. Kush dilte, si ta kemi fatin, lojën, si të paraqitemi, është diskutim tjetër. Dhe po e shifsha shumë i qetë, edhe po e shifsha me i syt për ta analizuar si ndeshje, edhe për të kuptuar më pas kundërshtarin që do kemi, po kryesisht për të pa ndeshje të bukur. Për të pa ndeshje të bukur, po që edhe këtu më ndajnë opinionet, ishte e bukur ose jo. Unë që kisha qef Spanjën të fitonte, jo ke ajo linja e bisedës që të qindoti në finale, po mu Spanja më përqes si ekip. Më përgjithsisht. Ta kam thënë dhe në Evropian bëhe me Spanjë. Dhe kisha qef fitonte Spanja. Edhe, dhe më dhënë shijova shumë lojnë e Spanjës. Ekipi spanjoll, që t'i bi shkurt gjiri, kur filloi ndeshja, Spanja hapi një kafaz kështu, e kur e hapi derën dhe i futi gjithë francesë brenda, futën edhe i fundit po dhe ti, mylli derën me Chelsea, i kafaz të madh aty ke mesi fushës, i tha rini këtu tash. Rini këtu, ato edhe kur mundeshin me qitë turit nga hekrat, i fusën e i lapër, dhe ajo ndeshja shu ishte. E gozhdoja, e lidhi Francën, e zvogloj fare, nuk e la me lujt fare. Do më thënë ja mori topin, dihet Spanja ta merr topin, po francesët u befasun shumë, do më thënë, sepse shpresun shumë që t'i kapshin në kundërkohë me këto katër yjet e vet, Mbappé, Dembélé, Olise dhe i duhe që kanë gjithë të me Barkolase, duhe brapa. Dhe shpresun që t'i kapshin gabim në kundër sulm, po që Spanja bëri ndeshje perfekte, gjeri në çdo pasim, ishte super sakt, dhe zuni 2-3 herë shamat atë Francën, me 2-3 mure nga ato që bënë spanjoll, pam. Edhe mu më shijoj si ndeshje, do të thotë që nuk se e kanë kritiku shumë njerëz të lojën e Spanjës, ama se thonë e mërzitshme, nuk luhet pa sulmues, pa pyk. Kjo është çështje shijes, po problemi është që çfarë rezultoi aty, thash i futën me i kafaz, i futën Chelsea dhe i thanë rini këtu tash se topin të famajnë ne do lozim në Franca me shumë hyje, po që ky është futbolli. Duke pa një ekip që ka pasur vetëm një gol deri në këtë moment dhe Franca e mori me lehtësi ndeshjen, se këtë mohabet ka fazë gjithë shumë interesant, nuk i pam me sfushorët e Francës fare,
u zërruar, sa të loja atë u zërruar. Pasi Fabian Ruiz. Super ndeshje. Fenomenale, ka po super ndeshje. Lamine Yamal, Oyarzabal. Ato ke Spanja, domethënë overall, domethënë të gjithë ishin lartësinë e dur. Nga nisja. Nuk është se mund shifshe në një pikë të dobët të Spanjës, duke filluar qysh nga mbrojtja me Kukurejan e me Porën ke nga krau tjetër, Rodri gjigant mes fush, Olmo me atë murin që i bëri. Domethënë Spanja ishte ke gjithë elementet super saktë, ndërsa Franca boni shumë gabime. Thonë që si ka mundësi pse kaq gabime. Gabimet lojtarët kryesisht i bëjnë kur kanë presion. Dhe Spanja di do ta bëj presionin, presingun e lartë, gjithmonë aty kur e humbet topin. Shkojmë. Me parashikime për ndeshjet Francë-Angli, luhet një ndeshje për vendin e 3 dhe të 4, thjesht çështje podiumi. Kjo. Çështje për të mbuluar podiumin, mund të ketë një lojë tani e thjesht në thonjza le të them, pasi lojtarët mund të kemi minuta për më shumë ata që s'kan luajtur le të them. Po kjo është si ato neshe Gero, si ta them unë ty. Ke parasysh kur jemi me një dajë që jezitis flet, edhe po të ka thrit nuse dajës për dasëm, edhe i shkosh s'ke ç'bo. Edhe do shkosh kështu me Torivar, hajde. Edhe kjo neshe kështu është, do luajnë të mërzit të zhgënjyme të dyja me shumë drejtë, sepse të dyja donin të kapnin finalen, po është një neshe që për post vetëm ata ekon që mund të ketë Mbappéja për të shënuar gola që të kalu Mesin, drejt atij, domethënë aty mund t'i jap drejt ose mund të them që ka një motiv të luajt. Pastaj pjesa tjetër e asaj ndeshje është një ndeshje thjesht formalitet për të mbyll kampionatin, domethënë historikisht nuk më ka pëlqyer ky variant i kësaj hajde lym për vend kush deli treti. Del finalja, lujt, i eliminu, i në shpi. Po hajde edhe i qokë për të morë ca lek në për stadiume, quhet. Quhet. Një parashikim për ndeshje? Sa më të thush kësaj për shumë? Një parashikim ke Franca me Anglin, duke ditë që s'ka asnjë lloj objektivi, e shohin me shumë gola. Me shumë gola se do lyn çkarkum. Të mërzit, pa mërzit, po do lyn çkarkum. Dhe pa presione të dyja, edhe do lyn hajde bëjmë futboll. Dhe zakonisht kur ke kështu neshësh, dalin dhe shumë gola, se përqendrimi nuk është 100% maksimal i çdo lojtari, mos le hapësirë bosh etj. Ka ca neglizhenca që vijnë natyrshëm të ekipeve dhe e shoh me gola. Si neshë nuk e di, po të them një 3-2 për Francën. Okej, unë shkoj me 0-2 për Anglinë. Hajde, për qëtë. Finalja e madhe e botrorit. Kemi mbrit. Ajo ndeshja kulminante, ajo që donim ne, Argentina në finale. Kemi mbrit në finale, Argentinë-Spanjë. Kemi Argentinë-Spanjë. Fillu qysh me 11 qershor. Tashmë kemi neshën e fundit, kush do shpallet kampion. Është ndeshje delikate për të dyja. Jo vetëm se është finale, po them si përplasje ekipesh, si lojë që bëjnë. Se delikate që është finale, s'ke pse e thu se dihet. Spanja është 100% e sigurt që të bëj po të njëjtën lojë, sepse është në traditën e vet. Edhe nuk çdo as i hap nga ajo, e ka perfeksionuar. Ndërsa Argentina ka problemin e kësaj që nuk është se ka gjithmonë një filozofi loje, ndryshon herë mbas here, sipas dinamikave, sipas situatave, herë bëhet e ngadalt dhe jo rezultative, pastaj kur ka një ritëm ose kur ka një agonizëm shumë të lartë, aty dalin shumë vlerat e Argentinës sepse fillon lume shumë nerv. Dhe jam i sigurt që një nga armët kryesore që të mundohet të bëjë Spanja është të ulë ritmin e ndeshjes me shumë pasime.
Sepse duke i bërë shumë pasime i ul ritmin neshës dhe Argentina e ka çik problematik me këto ritmet e ulta. Sepse nëse gjën ritme të larta, si dje me Anglinë, dalin në të habitatin e vet, në habitatin latin që janë flak. Dhe jam i sigurt që Spanja këtë do bëj, s'ka çapo tjetër, sepse me shumë drejt ka filozofinë e vet. Dhe atë ditë të bëj më mirë. Nga të gjitha, nuk e di, do ta shoh me kuriozitet qa mund të bëjë ndryshe Scaloni kundër Spanjës. Sepse është neshe tash me shumë gracka. Por që në fund të fundit Argentina është në finale. Jam shumë i lumtur që është në finale dhe dali si dali fitoft me i miri. Një ngushëllim i vogël është që nëse do humbi Argentina, do e fitoj Spanja, që e respektoj si ekip evropian, domethënë, nga këto çajra ekipet evropiane kam simpati për Spanjën. I vetmi ngushëllim ky mund të jetë nëse Argentina humb finalen, por që e rëndësishme është që la selecion është sërish në finale deri mas 4 vitesh. Ja, shiko, unë do shkoj këtu me do flas me zemër, do flas me lojë. Me lojë, do të thënë, do bëhet një lojë që do luaj Spanja topin dhe këtu nuk kemi dyshime, do vazhdoj me atë ritmin e vet me tiki-taka, në marrë topin, në qife, pa diskutim, po Argentina them se do përballet me këtë ritëm loje, po që do ketë në thonjë dhe dhunë të madhe sportive, pasi do jetë këtë çdo episod i mundshëm që Spanja do kërkoj menaxhimin e topit. Do më thonë, që çdo topi prekur do jetë një Argentinës. Pilota. Nëse Argentina do lyp bllokadën për të mund ta bëjë Argentina presingun e saj, por që me Spanjën është shumë halli më bësh atë presingun, më shumë më shoh me një goditje standarde. Mund të godasi Argentina. Duke ditë që Spanja është më 7 shkurtër se Anglia. Ne kur arritëm të bënim gol Anglisë me kokë, pse mos i bëjmë Spanjës. Dhe do shfrytëzojmë goditjet nga këndi ose goditjet e nimi, cross ose po qeni i zonë të rrezikshme, këmba majt mund bëjnë një magji. Se i tha, nuk i doli tamam, po deri diku i doli, se i tha Zlatan Ibrahimovic, i tha asaj gazetares angleze, se pyetja qa fshet për neshen, i tha, para 40 vjetësh keni pa dorën e majtë Zotit, tha do shihni këmbën e majtë Zotit. Dhe deri diku rezultoi, sepse dha 2 asiste. Dhe që kështu goditjet standarde do jenë shumë decisive dhe Argentina duhet të shfrytëzojnë maksimum me Spanjë shumë të organizuar. Okej, shkojmë një parashikim? Me zemër, nuk e du me zemër, po me zemër, se du. Një parashikim, unë po them që neshja të dali një rregullor e re, që po su gol luhet deri në 2030 ngeri, që të gjithë hatersat të shohin vetëm Argentinën duke luajtur aty. Që kështu si rrallë herë, kësa rrallë nuk do japa si parashikim, po të letë fitoj ekipi më i mirë, kush ta meritoj kupën ngeri. Ta bëj parashikim unë pra, me që ti nuk e bënë. Fiton Argentina 1-0. Okej. Ky ishte dhe episodi i vetëm sport për episodi radhës, për botrorin. Doja të bëjmë dhe një falenderim në lidhje me sponsorin ton general. Falenderojmë Vodafone, rrjetin kampion i certifikuar sërish dhe këtë vit për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Doja të bëja dhe një njoftim që vazhdoni të na ndiqni në rrjetet tona sociale me subscribe në YouTube, TikTok, Facebook dhe Instagram. Shumë faleminderit dhe shihemi në episodin tjetër.